Tek video e dytë që po bëj tani mbas mega skandalit për minierën e Bilisht dhe Ndevoll, tani do të trajtojmë problemin dhe temën çfarë është Shqipëria dhe në çfarë ka kthyer Edi Rama Shqipërinë, në një vend pra kapitalist apo një vend afrikan, dhe kemi të bëjmë me afrikanizimin e shoqërisë, e Shqipërisë. Pra, në kapitalizëm është rendi që mbështetet mbi pronë private. Pronë private ky me paketë malesh e me tjera e ka uzurpuar. Pra nuk kemi të bëjmë me pronë private. Një, afrikanizimi, ç'do të thotë nocioni i afrikanizimit. Do të thotë që në vendet afrikane është një praktikë ku ndërmarrje kompani të huaja marrin me 51% burimet minerale të vendit, me një bashkëpunëtor pra nga vendi, pra 49%, dhe shtetit të shkret i ngelen 5-6% taksa, dhe kjo është vlera që përfiton vendi dhe vendet afrikane. Pra e njëjta skemë po përdoret në Shqipëri nga Edi Rama prej vitesh. Dhe ai erdhi me të madhe lindje urbane, dhe ai po bën një lindje afrikane. Jo vetëm po e bën po e mbush me afrikan, me srilankez, por dhe modeli që po implementon është një model i afrikanizimit. Dhe ja vlen të ndalemi dhe të gjitha mediat, gjithë shqiptarët ta kuptojnë kemi të bëjmë me një shoqëri të afrikanizuar, pra model afrikanizimi. Bota e katërt, pra neve në kohën e Enver Hoxhës isim në botë një vend i botës së tretë, dhe i vend duke u modernizuar, pra nuk ishte prona në dorë të shtetit, dhe sot është në emër dhe në pronësi të individëve pa adres, për njerëz që kanë punuar për kompani serbe, po merren me kompani greke, një kompani aktor merr 51% për një minierë ose dy miniera në Bilisht dhe Ndevoll, miniera të cilat janë në poshtë këmbëve të Bilishti, pra nuk ke nevojë të kërkosh të shposhash galeri, thjesht të gërmosh nga lart dhe të nxjerrësh mineralin, dhe nuk ke nevojë që ta eksportosh thën jashtë, ke nevojë ta përpunosh, të ngrësh uzinë, të punësohen me ligj 70% të banorëve lokal, punëtor shqiptar, të investojnë shqiptarët, diaspora. Pra, në të kundërt kemi të bëjmë me një model afrikanizimi dhe një afrikanizim të ekonomisë shqiptare. Pra nuk po ndërtohet pra kapitalizëm. Termi trafik kombëtare për këtë rast është shumë pak. Pra këtu kemi të bëjmë me një më lart akoma, për një shpërbërje në përkëmbje, tallje, ulje, shpërfillje, poshtrim, tjetërsim, pra degenerim i shqiptarëve dhe një anashkalim, jo vetëm largim, po edhe glabërim me njerëz që ndjen prestanome, pa transparencë dhe tjera. Programi që propozova, pra kur dola herën e fundit në fushat, pra me Lea Kocaqin, tham që minierat të privatizohen, të investojnë, pra të investojnë bankat shqiptare. Pra kapitalizmi do thotë që aktorët shqiptar, bankat shqiptare, investitorët shqiptar në Shqipëri, aksioner shqiptar, aksioner lokal, jashtë nga diaspora. Pra ky është kapitalizëm. Pra pushteti lokal sa përqind do marri, se këtu do ketë për shembull ndotje të ambientit, do ketë dëmtim madhor të bujqësisë. Pra kemi të bëjmë me investim apo me afrikanizim. Kalojmë tek glabërimi i tokave. Pra 450 hektarë do glabërohen në Orikum, një 100 hektarë jep kryeministri italiani, një 350 hektarë ka marrë mafia të tjerë. Pra dhe spaku nuk merret me mega korrupsioni, po merret me çështje minimale, me korrupsion minisa 50 milion, 100 milion, 10 milion. Pra afrikanizim do thotë që një shtet, Republikë Bananesh, kur nuk ka as seriozitet shteti, as drejtësia, dhe çdo gjë është e kapur dhe e kontrolluar. Pra ne po ndërtojmë, ne nuk po integrohemi në Shqipërinë, po integrohemi në Evropë.
po integron në modelin afrikan. Pra, neve po integrohemi në Afrikë, o zotrinj, jo në Evropë. Dhe ju bëj thirrje që çfarë keni gabuar dhe mos të gaboni më dhe të reagoni dhe të reflektoni. Ju përshëndes.